Një grua e moshës 33 vjeçare nga fshati Bugovin ka humbur jetën në një aksident trafiku që ka ndodhur sot rreth orës 15 në autostradën Gostivar-Tetov, tek kthesa për në fshatin Kamjan. Sipas informacioneve, viktima ka qenë duke lëvizur me veturën Golf 4 në drejtim të Tetovës, ndërsa para veturës ka pasur një kamion. Me çrast, vozitësja, duke tentuar të shmang kamionin, ka humbur kontrollin duke përfunduar jashtë autostradës dhe është trokullisur. Sipas informacioneve tona, viktima është një grua me iniciale GA, e lindur në vitin 1992 nga fshati Bugovin, e cila ka ndruar jetë në vendngjarje. Në vetur kanë qenë dhe pjesëtar të tjerë të familjes, respektivisht 2 fëmijë, të cilët kanë marrë lëndime trupore. Pasagjerët e lënduar në këtë aksident janë dërguar në qendrën urgjente në Tetov, ku edhe u është dhënë ndihma e parë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetë dhe janë mbajtur për shërim të mëtejmë në Spitalin Klinik të Tetovës.